Të dashur shqiptar, a është Himara tokë greke apo koloni bizantine? Që ta mësojmë të vërtetën, duhet të shikojmë se si ka evoluar emri i Himarës në shekuj, që në lashtësi dhe deri në ditët tona. Holgen Pedersen ka deklaruar se ndryshimet fonetike në një gjuhë janë tregues i origjinës së saj. Dhe emri i Himarës nuk është ai që është tani. Emri i Himarës është ndryshuar në shekullin e 15 nga autorët grek. Do habiteni pa mas ju dhe himariotët vet kur ta mësojnë se deri në shekullin e 15 emri i Himarës në gjuhën bizantine ishte Chimaros. Chimaros? Fonema që nuk ekziston fare në gjuhën greke, por ekziston në gjuhët slave, në shqip dhe në gjuhën armene. Emri i Himarës lidhet me fjalën dimër në greqisht dhe në gjuhën bizantine, por gjuha bizantine nuk është gjuhë greke. Gjuha bizantine flitej nga banorët e Konstantinopojës, kryeqyteti i perandorisë së lindjes i themeluar nga Konstantini i Madh me origjinë ilire. Banorët vendas nuk ishin grek, por ishin qytetar romak, që flisnin një gjuhë të përzierë, gjysmë greqisht, gjysmë armenisht, gjysmë ilirisht. Domethënë nuk ishte popullsi e pastër etnike. Kjo gjë do kishte kaluar fare pa u vënë re, sikur unë mos kisha parë që emri Himarës është një kalk artificial. Sipas autorëve grek, ky emër është formuar nga emri Hima, që do thotë dimër në greqisht, dhe rhos, që do thotë rrjedh ujë. Pra përua dimri. Mirë po, kjo fjalë nuk ka kuptim, sepse kjo fjalë sipas autorëve grek është dimër përua. Nuk ekziston një tokë fjalësh i tillë dimër përua në greqisht. Çdo tokë fjalësh ka pjesën e parë rasa emërore dhe pjesa e dytë në rasën gjinore, në çdo gjuhë të botës. Pra ky emër Himaros, dimër përua, nuk ekziston. Dhe në fakt ka 4 rasa. Mungon aty rasa dhanore. Po si ka mundësi? Gjithashtu mungon dhe duali, e pamundur. Të gjithë emrat e trashëguar grek kanë 5 rasa, një lloj si në shqip, sepse këto janë gjuhë indo-europiane. Po ky është emër artificial i krijuar në Bizant, shumë vonë. Nga shekulli 10 deri në shekullin e 15 ekziston si Chimaros. E para, fonema ç nuk ekziston në greqisht, dhe e dyta, do të kishim 5 rasa, por janë vetëm 4 rasa të reduktuara si në gjuhën armene, në gjuhën e Bizantit. Pra, emri Chimaros, para rendës i fjalës Himara, e para ishte emër mashkullor, ndërkohë që Himara është emër femëror, dhe e dyta ka 4 rasa, greqishtja ka 5 rasa, e treta është tokë fjalësh artificial. Nuk ka ndodhur që dy emra në rasën emërore të krijojnë një tokë fjalësh në greqisht, dhe ky tokë fjalësh duhet ishte përua dimri dhe jo dimër përua. Dhe ajo që është më rëndësishme, mungon duali. Të gjithë emrat grek të trashëguar e kanë dualin dhe kjo fjalë nuk e ka. Pra emri Himarës, ose Chimaros, vjen nga kolonistët e Bizantit. Por nuk ishin fare kolonist, kjo është dhe më e bukura. Këta ishin refugjat që u përzuan nga fiset osmane që shkatruan Konstantinopojën dhe pushtuan atë, dhe këta tani erdhën në Atik. Dhe pikërisht në Atik në shekullin e 13-14 janë regjistruar të njëjtat ndryshime fonetike që gjenden në gjuhën e banorëve të Himarës. Pra kemi 3 fshatra me himariot, dhe këta himariot kanë ardhur nga Atika në Korfuz dhe prandej në brigjet e Shqipërisë, të Arbërisë. Këta nuk janë banorët e Epirit, që ta dini ju. Banorët e Epirit, kushdo qofshin ato, Mollos, Epiriot, Ilir, Helen, ata u vran, u therën,
nga trupat e legjioneve romake dhe 70 qytete në Epir u shkatruan, u bë kartagjenizimi i Epirit dhe popullsia që mbeti, që nuk u therr nga romakët, u shitën si sklevër. Janë regjistruar 150.000 sklevër nga Epiri. Dhe në fakt, Roma e bëri këtë gjë sepse i duhej fuqi punëtore, sklevër. Dhe në atë kohë, sklevrit ishin baza kryesore e ekonomisë. Ky ka qenë motivi kryesor i pushtimit të Epirit dhe ky është motivi të gjitha pushtimeve, sklevrit. Sklevrit janë pasuria e paçmuar e antikitetit. Madje sklevrit janë përdorur deri në mesjet. Vetëm në epokën moderne me shpikjen e makinerive, u hoq skllavëria. Skllavëria ka ekzistuar gjithmonë deri në mesjetën e vonë. Pra, për fatin ton të keq, ilirët u shitën si sklevër. E dini ç'do të thotë 150.000 sklevër në antikitet? Po sa ishte popullsia atëherë e Epirit? Pra, Epiri u shkatrua komplet. Nuk kanë patur aty më vonë as ilir, as grek, por aty u vendosën legionar romak. Kjo është e vërteta. Pra, banorët e sotëm të Epirit janë arumun, romak të dikurshëm, të përzierë me ilir, të përzierë ndoshta edhe me helen, por gjuha epiriote, çfarë do lloj gjuhë që ishte ajo, nuk ekziston. Pra, himariotët nuk janë epiriot, nuk janë grekët e lashtë helen. Ata u shuan siç u shuan banorët e Kartagjenës. Nuk mbeti asnjë i gjallë në Kartagjenë nga romakët që t'ju jepnin atyre një mësim të mirë, edhe në Europë, për t'i tmerruar të gjitha qytet-shtetet greke, romakët e rafshuan Epirin plotësisht. Pra, fakti që ndryshimet fonetike të gjuhës së Bizantit gjenden në banorët e Atikës dhe pastaj gjenden edhe në banorët e Himarës, vetëm në 3 fshatra himariote, është gjë jashtëzakonshme dhe këtë e kanë gjetur shkrimtarët grek, nuk është zbulimi im. Për paralelizëm, të njëjta ndryshime fonetike që ndodhen në gjuhën e anglishtes së amerikanëve kanë mbetur të ngrira atje që me pushtimin e Britanisë Madhe të Amerikës së Veriut. Po ashtu, ndryshimet fonetike në gjuhën e australianëve janë mbetjet e ndryshimeve fonetike të ushtarëve britanik që u vendosën në Australi. E njëjta gjë ka ndodhur edhe në Himar. Të njëjta ndryshime fonetike të ushtarëve të Bizantit që erdhën në Atik me familjet e tyre dhe pastaj në Korfuz dhe në Himar gjenden akoma dhe janë që nga shekulli 13. Këto ndryshime fonetike nuk ndodhen më përpara. E kuptoni apo jo? Pra, himariotët nuk janë pasardhës të epiriotëve, të mollosëve, të kaonëve, si doni ju t'i quani, por janë pasardhës të ushtarëve të Bizantit, që kanë ardhur apo si refugjat apo si kolonistë, nuk e dim, por mbas shekullit të 13 në Epir. Tani do t'ju sjell unë edhe ca argumente të tjerë. Himaros është një fjalë e formuar me formantin R, dhe nuk është tok fjalësh i formuar me etimologjinë popullore, hima plus hros, dimër plus rjedh, por në fakt ky emër ekziston si mbiemër për këdhelës në gjuhën e lashtë greke, por jo si emër, vetëm si mbiemër. Si emër ai ekziston vetëm në shqip dhe në armenisht. Në shqip kemi dimër, që ka të njëjtën origjinë si fjala hima në greqisht, por në greqisht është forma fillestare hima. Pra kemi dimër në shqip dhe në armenishtën e lashtë kemi xhmern si dimër në shqip, por në armenishtën moderne kjo u reduktuar në xhmer. Mirë po, në armenishtën perëndimore ndodhen disa ndryshime të tjera fonetike. X-ja u kthye në ç. Pra, x-ja është
bashkëtingëllore e zëshme dhe ç bashkëtingëllore e pazëshme. Dhe ku gjendet ajo? Pikërisht për një lloj sëmundje që quhet verbimi i dëborës, kur të verbohen syt nga shkëlqimi i borës. Në armenishten lindore kjo fjalë është xhmet me xh, si në shqip d, dimër, ndërsa në armenishten perëndimore është çmet me ç. Pra, si shqiptimi i fjalës dimër në gjuhën bizantine, chimaros, himara në shqip. Tani autorët grek në shekullin e 15 e ndryshojnë fjalën chimaros në himaros. Pra e përkthejnë së prapthi në greqisht, mirë po nuk dinin si ta shpjegonin rën, që është formanti i shqipes dhe i armenishtes, dhe ato menduan se ky ishte tok fjalësh dimër dhe rjedh, që është etimologji popullore. Tani, etimologjia popullore nuk ju falet shkrimtarëve serioz. Ka dy motive për etimologjin popullore. Motivi i parë është ignoranca, prandaj quhet etimologji popullore. Ndërsa motivi i dytë është genocidi etimologjik, që ushtrohet nga një vend përkundrejt një vendi tjetër për të dëshmuar që toponimet e këtij vendi të dytë janë pikërisht huazime nga një gjuhë superiore, siç është gjuha greke. Pra, për të vërtetuar që himariotët janë banor autokton, autorët grek krijojnë një tok fjalësh që nuk ekziston, dimër rjedh. Në fakt, kjo fjalë ekziston, ka kuptimin përbindësh i dimrit. Dhe jo vetëm që ekziston si fjalë, por janë me dhjetra monumente që janë zbuluar në vendin e hititëve, po ashtu të njëjtat figurina, kopje të këtyre monumenteve ishin zbuluar në Itali, të sjella nga etruskët nga Azia e Vogël. Pra etruskët kishin kopjuar këtë motiv, të përbindësh. Përbindëshi i dimrit kishte 3 pjesë. Kishte kokën e një dhije, kokën e një luani dhe trupin e luanit, kishte gjithashtu dhe bishtin e një gjarpri, pra ishte dragoni i dimrit. Njerëzit e lashtë nuk e kuptonin ndryshimin e stinëve. Dhe indo-europianët, përfshi këtu hititët Dardan, krijuan një përbindësh shumë të çuditshëm mbi bazën e një përbindëshi të ngjashëm në mitologjinë babilonase, që quheshte Humbaba. Humbaba ishte një përbindësh pylli me trup luani, kokë gjarpri me bisht gjarpri, perëndi që mbronte pyjet dhe banonte në një shpellë, dhe në epin e Gilgameshit, heroi i Babilonisë e mund Humbabën. Dhe në këtë mënyrë mitologjia greke ka kopjuar këtë motiv dhe emrin e ka përfshirë si perëndia e dimrit. Po për herë të parë kjo është shfaqur në mitologjinë hitite. Pastaj ky emër erdhi në greqisht, erdhi në Italinë e Jugut, erdhi në Iliri. Emri origjinal në gjuhën mesape ishte Heimara. Heimara ishte emër në gjinin femërore. Kishte kuptimin dhia e vogël një vjeçare. Këtë kuptim kishte në greqishtën e vjetër, dhi e vogël, dhi ose kec i vogël një vjeçar. Mirë po me zbulimin e qytetërimit hitit në shekullin e 19 dhe të 20 dhe me zbulimin e gjuhës hitite si gjuhë indo-europiane, u pa që në fakt kjo ishte një perëndi e dimrit. Nuk dihej që kjo ishte perëndia e dimrit. Është zbuluar shumë vonë. Pastaj u ndërtua fjalori i gjuhëve indo-europiane dhe u gjet vërtet që kjo ishte perëndia e dimrit. Por në greqisht nuk ka kuptimin perëndia e dimrit, por dhi e vogël një vjeçare, në greqishtën e vjetër. Tani kjo fjalë bëhet nga h nistore në greqisht, hima, kjo kthehet në x dhe ç në armenisht dhe kthehet në çima, chimaros. Autorët grek e kuptojnë që kjo është fjalë me origjinë indo-europiane, janë shumë të mençur ata,
dhe krijojnë një tokë fjalësh që nuk ekziston, himaros. Tani himariotët vetë nuk e kishin idenë se nga vinte ky emër. E kuptoni apo jo? Emri origjinal i himariotëve ishte Chimaros. Dhe në shekullin e 15, ky emër përkthehet mbrapsht në greqisht në Himaros. Dhe në shekullin e 15, ky emër bizantin përkthehet prap në greqisht, në këtë radhë Himaros. Dhe fjala Himaros ka kuptimin në enciklopedinë greke përrua. Pra edhe sot e kësaj dite, në shekullin e 21, autorët grek nuk e dinë që ky është emër me kuptimin përbindshi i dimrit, dragoi i dimrit që sjell ndryshimet e stinëve. Në greqisht, ky emër megjithëse është neologjizëm, mbahet si përrua. Pra akoma grekët nuk e dinë se çfarë kuptimi ka emri Himar, edhe sot e kësaj dite. Pse? Sepse ky emër nuk ekziston në greqishtën e lashtë. Është emër i formuar në shekullin e 15. Kjo që ka ndodhur me emrin e Himarës, ka ndodhur në vende të tjera. Emri Epidamnos, që ishte emër kelt, është përkthyer në Dyrakion, që ka kuptimin shkëmbi i keq në greqisht. Dhe emri Durrësit nuk është emër i lirë, por është emër grek, që nuk ekziston fare në greqisht, por është krijuar nga pushtuesit romak duke përdorur etimologji greke. Pra është emër artificial emri Durrësit. Këtë gjë ka dashur të bëjmë me emrin e Ulqinit. Emri Ulqinit në ilirisht vjen nga emri Ulkonjës. Mirë po, fjala Ulkonj ose Ulk, që ekziston në shqip dhe në gjitha gjuhët indo-europiane, nuk ekziston në greqisht. Dhe ata kujtojnë se ky emër përkon me emrin Hekur në greqisht dhe tregtarët grek tregtonin me vendet në Kaukaz, ku përdorej fjala greke për fjalën Hekur, dhe shkrimtarët grek thonë se meqense fjala Hekur ngjan me fjalën Ulqin, atëherë shqiptarët pas kanë ardhur nga Kaukazi, nga Azerbajxhani në Shqipëri, në Iliri. Pra ky është genocid etimologjik i papar në historinë e botës. Atë që kanë bërë grekët kundër shqiptarëve, nuk ka bërë jo një popull indo-europian kundër një populli tjetër vëlla, po nuk e kanë bërë as armiqt më të mëdhenj të popujve të ndryshëm me origjina të ndryshme kundër një populli tjetër. Kjo nuk njihet genocidi etimologjik. Është praktikuar vetëm nga autorët grek, që në lashtësi, madje luftrat iliro-romake lindën pikërisht për këtë shkak se kolonistët grek që u vendosën në Epidamnus nuk donin të bënin tregti me ilirët fare, por donin që të bëheshin ndërmjetës të mallit midis Ilirisë dhe qyteteve greke, por duke menjonuar ilirët. Pra, ilirët do të ishin një popull sklav, një popull raja. Ky ishte koncepti i kolonistëve grek. Ky ishte qytetërimi që sollën kolonistët grek në shekullin e 4 para erës sonë në Iliri. Pra, e njëjta gjë që ndodhi para konfliktit iliro-romak, e njëjta gjë ndodhi dhe në shekullin e 13. Vijnë kolonistët grek ose refugjatët grek nga Bizanti në Atik dhe pastaj në Himar, strehojnë atje nga arbërorët, nga kasapana otomane, dhe tani ata duan që të marrin të gjithë Shqipërinë e Jugut, jo tani, po që nga shekulli 15, përzun shqiptarët autokton Arvanitas për në brigjet e Italisë, dhe tani kanë vënë synim të marrin gjysmën e Shqipërisë, mbështetur mbi emrin e 3 fshatrave grek, ose bizantin më saktë. Pra kjo është historia e Himarës, një histori e jashtëzakonshme, dhe kjo nuk do ishte zbuluar fare sikur autorët e fjalorit etimologjik të mos kishin botuar këto të dhëna në internet bashkë me mua. Gjëja më e mrekullueshme është kjo se mbasi unë e përktheva këtë libër nga gjermanishtja në shqip në vitin 2004
dhe e nxora falas në internet, janë aktivizuar të gjithë shkencëtarët nga vende të ndryshme të botës dhe kanë shpjeguar se çka ka ndodhur me gjuhën bizantine greke. Pra, gjuha bizantine greke është influencuar nga armenishtja, ashtu siç janë influencuar dhe gjuhët e Kaukazit. Dhe të njëjta ndryshime fonetike që kanë ndodhur në gjuhët e Kaukazit, që nuk janë gjuhë indo-europiane, por janë ndikuar nga armenishtja, dhe të njëjta ndryshime fonetike që ndodhin në armenisht, janë regjistruar në folësit e banorëve të Atikës dhe në folësit e banorëve të Himarës. Kjo është e jashtëzakonshme. E njëjta figurinë që gjendet në monumentet hitite, një dragon me trup luani, me kokë dhije dhe me bisht gjarpri, e njëjta figurinë, po shumë e vogël, gjendet në bustet etruske dhe në disa nga qytetet greke. Pra, ky motiv u bë shumë i përhapur, përbindshi dimrit. Por si fjalë nuk ekzistonte në greqisht, emrat me formantin r në fund janë vetëm në armenisht dhe në shqip. Pra fjala dimër ekziston me formantin r vetëm në gjuhën ilire dardane dhe në armenishte. Pra emri Himarës edhe një herë është emri i dimrit i plot ose i përbindshit të dimrit dhe nuk ka lidhje fare me rrjedhjen e ujit. Asnjë lloj kuptimi kjo nuk ka në gjuhën greke, dimër rrjedh. Ky është një zbulim i jashtëzakonshëm. Dhe nuk ma merrte mendja kurrën e kurrës, që fjalori që botova unë në vitin 2004 do shpëtonte Epirin nga kthetrat e propagandës shoviniste. Po kjo është e jashtëzakonshme. Nuk ma merrte mendja kurrë që ky fjalor shkencor do merrte një ditë një aspekt të pastër politik dhe patriotik. Të dashur shqiptar, të gëzojmë tani frytet e këtij fjalorit jashtëzakonshëm dhe fakti që emri Himarës është emri i përbindshit të dimrit.